të programit të drejt për drejt Mirëmëngjes Shkodër. Sot në këtë studio, unë jam së bashku me koordinatorin e qendrës rinore Atelier në bashkinë tonë, Angel Gjugja. Mirëmëngjes Angel, mirë se keni ardhur në studio. Më vjen shumë mirë që kam një njeri që punon me rinin në një qendër rinore që është ndërtuar së fundmi, është një projekt i Bashkisë Shkodër, një qendër rinore që ka filluar të tregoj ato impulset e interesit të aktiviteteve, megjithëse është shumë e re. Në ditët e fundit të muajit dhjetor është inauguruar, apo jo? A mund të na informoni diçka mbi këtë qendër, mbi si është ndërtuar, sektorët e saj, konceptin për të tërhequr të rinjt? Spari, faleminderit për ftesën. Ne jemi nderuar. Faleminderit juve. Ne jemi nderuar që jemi në shërbimin e rinisë Shkodrës. Praktikisht. Qendra rinore është një inovacion për qytetin e Shkodrës, por është edhe një inovacion shembull që do të jetë dhe është për gjithë Shqipërinë. Është një qendër rinore lokale, e bame prej një politike lokale, e thojmë kështu të më mirë, dhe qeverisja lokale ka ndërmarrë hapat e parë me mbledhje rini bashkë dhe me konceptu idenë praktikisht që kjo ndërtesë mos tjetë prodhim i radhës, por tjetë diçka që është gjeneru për rinisë Shkodrës dhe është në shërbimin e tyre. Kjo është hapi i parë, pastaj ndërtimi ka vazhduar, është bë faleminderit një fondi i cili është i Jacës, është një program program shkëmbimi i Italisë. Italia i thotë Shqipërisë në një farë mënyre, ju na keni bërsh disa lekt, por mos na jepni neve, po investoni në tokën e juaj. Dhe ky program thirret Jaca dhe praktikisht na është dhënë mundësia si Bashkia e Shkodrës me apliku edhe me fitu. Në këtë projekt Bashkia e Shkodrës ka kenë projekt lider me udhëheq projektin, pastaj kanë kenë komunia Triestës, komunën e Trieste që ka kenë partner në projekt. Ka kenë një organizatë jo qeveritare e Shkodrës, organizata Code Partners, e cila ka ndihmu me aktivitetet e projektit dhe në ndërtimin e kësaj qendre, dhe ka kenë një kontrapartner që thirret, Aklipsia që vepron si në Itali, është organizatë jo qeveritare italiane, por gjithashtu edhe në Shqipëri, në Tiranë dhe në Shkodër. Pra edhe në aspektin e interesimit ka qenë gjithëpërfshirës. Po, gjithëpërfshirës dhe kanë punuar gjithë bashkë për me implementu këtë projekt. Në kuadër të projektit janë zhvilluar disa aktivitete, cilat ka kenë prioritare, ka kenë ndërtimi i qendrës rinore, Atelier, pastaj ka kenë një platformë elektronike që është shërbimi informativ. Në sensin që kemi pas dëshirë që ta informojmë rinin për mundësi që e kanë. Dhe akoma ekziston, është platforma shkodrarinore.gov.al, në cilën ne mundohemi me bë lidhjen me drejtorinë e punësimit, në sensin që kur dalin punët e lira që në marrënda muajit, ato na dërgojnë neve dhe ne i publikojmë. Dhe njerëz kanë drejt me apliku te drejtoria e punësimit duke parë këto gjëra. Është vetëm një platformë informimi mbi kulturën, mbi vullnetarizmin e gjëra të tjera. Tani kjo vepfaqe hin edhe në shërbim të qendrës rinore. Dhe kështu që pra janë disa rrafshe ku veprohet edhe në rrafshin social, por edhe në rrafshin kulturor. Po normal, Shkodra pa kulturë nuk bën. Ndërsa pastaj kemi bë edhe një kurs sociopolitik, i cili ka gjetë shumë një interesim të madh. Gjë që mendohet edhe të replikohet prap. Se kemi kapë politikën dhe kemi ballafaquar me gjitha sferat sociale të jetës, duke filluar nga arti e duke mbaruar te religioni. Dhe kështu që kemi ballafaquar dhe cili është kontributi i çdo sfere sociale që jep në politikë. Unë do ta kisha thirr në mirëqenien, në një sistem i cili na bën neve më unë i mirë. Kjo është pak a shumë që kemi bërë me projektin dhe pastaj ka ardhur në dritë qendra rinore Atelier, që kishte inaugurimin në dhjetor. Në qendrën rinore praktikisht ekzistojnë fizikisht salla të ndryshme, të cilat i ofrojnë rinisë, dhe fillojmë nga salla e katit parë që është laboratori ICT, i cili është një dhomë pritje për të gjithë, edhe dhomë familje praktikisht. Edhe aty po zhvillohen aktivitete, tani kemi filluar me aktivitetet e laboratorit video. Kemi thirrë laborator që rinia marrë aty dhe me
tregu aftësinë e vet dhe me mprej aftësinë e vet. Kjo është gjëja e bukur që çdo njani që është duke ardhur aty dhe tani te laboratori video që kemi fillu, janë gati 20 vet janë bë, dhe secili kontribon për me bë diçka të bukur, edhe në jetë në shtëpinë e vet. Praktikisht nuk ka disa të rinj më thonë, un po pritoj me shku në kafe dhe po vi këtu. Sa bukur. Më Interesante. Më pëlqen kjo se ndihet familiariteti. Aty në atë kat ekziston laboratori i biznesit, cili nuk është inkubator në atë rast. Kemi menduar që këtë laborator ta fusim në funksion të rive që kanë dëshirë të marrin hapin e parë të hapin një biznes. Dhe të gjejnë aty informacion duhun se si të hapet një biznes. Dhe kjo është këta specialistë do të vinë nga Bashkia e Shkodrës që t'japin për një javë informacion gratis në shërbim të komunitetit, sidomos në shërbim të rive. Kjo është mënyra specifike, target grupi më specifik që kemi identifikuar praktikisht. Në atë kat ekziston edhe një sallë rekreative që i vjen kati 4 pas Pjetër Gacit. Salla rekreative është tabela ping-pongut dhe kalçeto barrile që është në italisht në këtë rast, edhe aty është shumë e fragmentuar. Aty shkojnë gjithë, kanë dëshirë me ndajt me njëri tjetrin. Gjëja e bukur është që hapi i parë i çdo sallës është socializimi. Gjatë që është duke na munguar shkaku i mjeteve elektronike që kemi i përdorim çdo ditë dhe mbesim në komunikim virtual. Aty më pëlqen se secili vendos telefonin në karikim dhe rrin me njëri tjetrin. Dhe kjo është shkëmbim idesh, shkëmbim kulture personale, pastaj edhe mundohemi të krijojmë këtë rrjetin. Kati i dytë është gjithashtu më shumë kulturor, nga ana tjetër, kemi një kinema, i bie në kati 5 i qendrës rinore. Kemi një kinema, në cilin kinema ne kemi shfaqur edhe filmin e Gac Çunit, filmin dokumentar. Mall për me kënu, ka pas një frekuentim nata parë ka qenë plot. Dhe s'kemi prit, s'kishim vend ku ul, por më ka pëlqyer që Shkodra kujton. Dhe ky kujtim nuk është vetëm kujtim i thjeshtë që na ka lënë në procesin menor, por është një kujtim që në latinisht memoriale, i cili përjetohet. Është brenda shpirtit, nuk harrohet dhe na bën me hec përpara, dhe është vlerë. Dhe me pa tonat frekuentim të atij dokumentari, të bën një të mendosh se çfarë do veprosh tani. Se rinia ka nevojë me kujtu për me hec përpara. Dhe ajo kinema shërbej për këtë kujtim. Por gjithashtu po bëjmë me kinema një proces formativ, dhe cilin shfaqim filma për çdo javë. Dhe rinia vjen me i pa, edhe në fund të krijojmë një diskutim, edhe ai diskutim krijohet. Çfarë ka pëlqyer për filmit, si e integron atë pjesë filmit në shoqërinë, si e kritikon shoqërinë me atë pjesë filmit, dhe këto janë vlera, të cilat komunikohen dhe bashkëndahen. Pastaj në atë kat ekziston studio muzikore, e pajisur me gjitha elementet e një studio muzikore, gjitha instrumentet, është ajo mixer bashkë me bokset e veta që proceson zonin. Vinë grupe të reja, rinore, që vinë me bo prova, dhe ka fillu praktikisht. Aktualisht sot, do të vinë një grup, dhe shfrytëzohet përmi prej aftësitë të rive shkodran që kanë grupe, por edhe personale, një njëri ka dëshirë të ushtron një instrument, dhe mund të vi. Pastaj gjithashtu ekziston salla vallëzimit, e pajisur, me pasqyret se duhet, dhe ekziston salla e pikturës. Dhe është panorama më bukur, kati i fundit, terasa, një zyrë dhe një panoramë me Shkodrës, që i vjen me ke 180 gradë, dhe shohin rinia Shkodrën, e kumtojnë nga lartë dhe kjo është gjë e bukur. Edhe kjo qendër rinore gjendet tek rruga Nuri Mbushati, që i bjen te Galeria Arteve, rruga Dollarit. Ekzistojnë disa dritare ish agjencia. Edhe diçka e bukur që identifikohet janë stili i dritareve, i balkoneve praktikisht. Është si një kuti e cila ka disa veshi jashtë që cilët janë të verë, dhe ato në balkonit që shihen. Edhe unë i kisha ftu gjithë, kur ta shohni këtë godinë, vinë më ardhë mrena dhe me e pa, sepse e bukur është jashtë,
Po i shtot bukuria shumë ma shumë kur është mbrenda edhe Pra, siç po e dëgjojmë edhe nga përshkrimi juaj, ka disa sektor ku të rinjt mund të gjejnë veten, qoftë duke marrë njohuri mbi ecurinë e bizneseve, për hyrjen në të, për sipërmarrjen, por edhe nga ana kulturore, por edhe nga ana e përgatitjes diskutimeve të ndryshme që kanë në themel një filozofi të caktuar apo tema të ndryshme që lidhen me jetën. Ju jeni koordinatori kësaj qendre, megjithatë besoj se të gjitha këto sektor kanë specialistët e tyre. Çdo sektor ne kemi menduar pari që qendrën rinore ta vendosim në rrjetin e qendrave komunitare për familje, që të arrijmë një gamë më të madhe të rinisë. Pastaj ç'a bëhet këtu? Çdo qendër komunitare, si gjithashtu institucion kulturor që ekziston pranë Bashkisë Shkodër, që është në varësinë e Bashkisë Shkodër, të kontribojë me specialistët e vet brenda qendrës rinore. Kështu që çdo institucion kulturor, ashtu si teatri, si qendra kulturore e fëmijëve, qendrat komunitare për familje që kanë shërbime më specifike, që kanë psikologë, punojës social të shëndetit publik, të kontribojnë tek qendra rinore. Do me thonë që te institucioni kulturor do të jetë merret profesori i vallëzimit ose profesori i gitarës ose etj, specialist për fushën e vet, ndërsa të qendrat komunitare të kontribojnë të identifikojmë të rinjt në nevojë ose të rinjt që kanë interes dhe aftësi të mprejnë aftësitë e tyre dhe t'i delegojnë të qendra rinore atelier. Gjithashtu qendra rinore atelier do të bëj punën e vet në përshkolla, gjithashtu të mbledh rinin, por kjo do të jetë një network që thirrim tani një rrjet që të përfshi sa më shumë rini që ka interes, që shpreh interes, por edhe që nuk ka interes, por ngadalë do t'i zgjohet interesit që të investojnë në vete. Ju përmendët këto sektor. Po. Si mund të frekuentohen? Janë falas? Duhet një pagesë paraprake? Mund na thoni diçka? Ndërtesa është një shërbim publik e gjitha. Kështu që është falas, kurse që kemi hap tani, që kemi bë publike në internet, në web faqen shkodrarinore.gov.al. Pastaj në Facebook që është Shkodra Youth Portal. Kemi hap thirrjet për kurse, si për pikturë, si për vallëzim, si për laborator video, si për teatr, aktrim, si për muzikë. Gjitha këto kurse janë falas. Mjafton. Interesante. Shumë interesante. Mjafton me u regjistru që na interesojnë informatat normal personale, që me i kontaktu edhe personat, dhe ka vend, ka hapësirë të madhe për gjithë kush do më regjistru, por ka hapësirë edhe për personat që dojnë me dhanë kontributin e tyre, voluntarizëm, gjatë që neve në nevojitet shumë. Thonë që në librat që kam lexuar, një fëmijë duhet nuk mund të arrijë vetëm familja, por duhet i gjithë fshati. Po, natyrisht. Dhe praktikisht të rinjtë të Shkodrës duhet t'i krijoj i gjithë qyteti. Dhe në këtë rast nevojitet ky lloj networki, ky lloj rrjeti, dhe të qendra rinore mundet më kriju dhe mundet çdo kush me kontribu. Kemi disa shembuj, kanë kërkuar, mund të kontribojmë në mënyrë vullnetare. Sinqerisht me gjithë shef, nuk ka limit për vullnetarin. Vetëm ç'a nevojitet është koordinimi dhe injektimi i idesë në brenda këtij sistemi. Kuptoj, por ju rreth një muaj keni që funksiononi. Po. Diçka e tillë. Por frekuentimi jo vetëm që ka filluar, por ka edhe treguesit e tij, sepse janë zhvilluar disa veprimtari. Po. Ç'mund na thoni për ta? E para unë kam qenë emocionum. Ku hapëm qendrën ditën e parë, inaugurimi shumë mirë, mbaroi gjithçka dhe filloi. Dhe aty filloi sfida, filloi çdo gjë, dhe ne bashkë bisedojmë me drejtorin e shërbimeve sociale. Zotri Filipi, i cili ka kenë këtu, se si tani veprojmë, si shkojmë përpara. Bëm aktivitetin e parë që ishte kinemat filmi për rinin. Dhe pat një frekuentim, ishte interesant, me pëlqej. Hajde, java parë, ishin 10-15 vetë, mbari filmi, mirë pafshim,
rinia ishte pak skeptike, e tjerë. Hapi javën e dytë, dhe shon një tuf rini, cila vjen hyp nalt dhe i gjun çantat, fillon as se m'nifshim, as nuk i nifsha. Dhe kjo më bani pasaj me ull me ta dhe me bisedu çfarë doni. Konkretisht. Ata shohim një film, po mirë, më bëm javën e kaluar, po shohim. Po i thash unë e bëj këtë çfarë doni ju, edhe ju ta bëni atë çfarë do unë. Në fund filmi dojmë diskutim. Po. Okej, dhe filloi kjo e diskutimit. Pastaj e hapëm laboratorin e videos, se pash një interesim shumë të madh për video making, me editu video dhe me bë regjistrime, dhe idetë që po dalin janë shumë, dëshirojnë të bëjnë filma dokumentar të shkurt, me metrazh shkurt, dëshirojnë të promovojnë rinia për rini në këtë rast. Thotë njëri, pse mos t'i promovojmë talentat e ri që ekzistojnë në Shkodër me anë të video. Po pse jo, unë i them mirë shumë, të provojmë ta krijojmë platformën tonë. Dhe ka filluar kjo linjë, ky laborator. Dhe janë 2 laboratorët e parë. Tani teatri është gati, janë regjistruar rinia për teatr, ka vend prap, nuk marrojnë vende domethënë, dhe për vallëzim më kriju gati një grup i mirë që do të fillojë edhe vallëzim. Kështu që këto janë 4 aktivitetet e para, ti themi, që po marrin start brenda 2 javë gjys të hapjes qendrës rinore. Në fakt, qendra rinore si godin ka qenë një mjedis i shkatruar më herët, më pas me gjithë atë rrjet të interesuarish, donatorësh, por edhe të interesuarish direkt, siç është Bashkia e Shkodër, është bërë mundur që të funksionon. Ka qenë një betejë vërtet për ta ndjekur, për të konceptuar pastaj sallat, sektorët, ju keni qenë vazhdimisht në kontakt me këtë... Në konceptimin e idejës unë nuk kam qenë i pranishëm. Në konceptimin kur Bashkia e Shkodër bashkë me rinin e Shkodrës janë ulur, përpara ka qenë qendra rinore Arka në Gjuadol, janë ul dhe kanë diskutu, kanë debatu në mënyrë të fortë, kam dëgjuar se kanë qenë debate shumë frydhënëse që se si me ndërtu i këtë qendra rinore, se si me i shërby rinisë. Pra një nevojë lindur nga rinia. E lindur nga rinia. Ju vetë si jeni përfshirë në... Unë kam qenë organizatën Code Partners, edhe jam përfshirë në këtë projekt totalisht. Domethënë kam punu për partner lokal, kam zhvilluar aktivitetet, cilat kanë qenë të planifikuara, se në projekt secili ka rolin e vet. Natyrisht. Dhe nuk mund të del nga të bëj unë çfarë të dua. Në kam bo ato aktivitetet cilat kanë qenë të përcaktuara, dhe më në fund duke parë se më pëlqete në sensin që më mundohesha me dhanë maksimalen, kanë pa të arsyeshme që do të përfshirem edhe me tej, dhe kjo është vetëm nuk është si më thonë një privilegj, por për mua është privilegj shërbimi, sepse duke marrë parasysh që Shkodra ka një kulturë në krah. Dhe kush ka një kulturë, ka një vizion shumë të hapur dhe shumë të lartë, mendoj që gjithashtu edhe me formimin tim paraprak, i cili konsiston në... Unë kam studiuar filozofi në Itali, në Rom, dhe fakultet i cili ka kontekst në shkencat e edukimit praktikisht në Itali, dhe pastaj kam bërë një master kurs profesional në kinematografi, cilat dyjat nuk janë prap një privilegj, po janë një mjet sa më i mirë shërbimi për rinin, dhe kjo gjë më bën të shumë, jo të nihem rehat, po të nihem në përgjithësi të madhe, që qa me zgjedh për mi shërby rinisë, nga njëherë harron konceptet bazë, nocionet bazë, dhe për shembull të marrim shembull, më falni se po bëj pak këtë shembull, po është koncepti ministër, që vjen për latinisht që do thot minestra, supë. Ai që ka marrë titullin ministër ka qenë shërbys i supës. Dhe tani unë e veten si shërbys i... Ndërkohë, ju si mendoni, target grupet vinë nga kontaktet tuaja në shkolla, në qendra të ndryshme, apo nëpërmjet internetit? Si i lidhni këto, si të thuash, në thonë za marrëveshje me pjesëmarrësit, me frekuentuesit tuaj? Janë 2 platforma. Përveç kjo internetit është e internetit dhe aty secili prej nesh mund ta gjen veten të regjistrohet etj. Por shumë e rëndësishme është pjesa e parë, në sensin se kontakti direkt, biseda direkte. Po jo vetëm me mua.
se unë jam vetëm një pjesë e vogël, por me gjithë ato që i përmendëm më herët, qendrat komunitare që në bazë për çdo lagje ekzistojnë 5 qendra komunitare dhe kjo qendër rinore gjendet në rrjetin e tyre. Kjo nuk është një diçka që është veç. Pastaj ekziston kjo qendra multifunksionale që është u inaugurua edhe kjo para 2 javë, 3 javë tek më sipër se Medrezeja. Po. A dhe atje është një pikë që mundet njëri me shku me u lajmëru, kam dëshirë me shku me bani kurs dhe me ardhë gjitha njësitë administrative. Kjo është shumë e rëndësishme që njësitë administrative, Shkodra nuk është qytet, vetëm qytet. Shkodra është gjitha njësitë administrative dhe gjitha njësitë administrative kanë pjesën e tyre. Rinia duhet, kjo është shumë e forcume, mund të vi dhe të marrë shërbimet që i ofron qendra rinore Atelier. Informim për bursa, informim për shkollim, se si ta kryejnë një procedurë shkollimi, du më regjistruar në fakultetin determinum të Shkodrës juridika, ku të di unë, të vjen të kërkon shërbimin, ta gjejmë shërbimin dhe t'ja ofrojmë personin shërbimin. Pra në shërbime që lidhet me nevojat sociale, kulturore, arsimore, ekonomike, është një komunikim i gjithanshëm me moshat rinore. Kjo na intereson. Problemi sot që identifikojmë praktikisht është informimi tepër me asgjë. Dhe për nevojat bazike, cilët ju i cekët më parë, arsimim, sociale, nevoja sociale ose kulturore, ekonomike, informacion tepër i pak. Dhe kjo është tamam pika e qëllimit ton, t'i informojmë rinin dhe t'i gjithë përfshim. Në qendrën rinore është edhe një diçka, ekziston edhe një ascensor, po si kena bë kot ascensorin. Qendra rinore nuk është vetëm për rinin, i cila ka një mirëqenie si fizike, por për gjithë. Kur thojmë gjithë, janë personat me aftësi të kufizuar, që janë të ri, kanë hapësirën e vetë dhe praktikisht kanë filluar ta frekuentojnë. Sa bukur. Kjo është një arritje tjetër. Pastaj një diçka tjetër që më ka befasu dhe më ka bërë shumë më u përkushtu është vinë të rinjt nga shtëpia fëmijës 16 deri në 18 vjeç. Kanë filluar edhe ata ta frekuentojnë dhe ta gjejnë veten të inkuadruar, të socializohen me gjithë të tjerët. Dhe ky ndërveprim i gjithëve tregon që nuk ka të përjashtuar, por ka të integruar. A dhe kjo është shumë koncept i fortë, por ka të gjithë përfshirë. Ne vetëm bashkë mundëm me bë komunitetin. Nuk është, si me thonë, kompetence një personit ta krijoj komunitetin, por kompetence gjithëve të kontribuojmë ato. Kjo është pak a shumë ideja, vizioni apo edhe misioni i kësaj qendre rinore, të krijoj komunitet. Angel, patjetër që me këtë, si thuash, angazhim, me të gjitha sektorët dhe linjat që ju mendoni jo vetëm që e keni filluar, por dhe ta vazhdoni, keni edhe disa projekte, plane, këndvështrime që e zgjerojnë aktivitetin, që rrisin interesin, që shtojnë numrin e të frekuentuarve, që natyrisht rrisin dhe autoritetin e kësaj qendre. A mund të hedhim një vështrim mbi disa plane afat shkurtra apo edhe afat mesme të zhvillimit të këtyre linjave tuaja? Edhe disa aktivitete që ju keni menduar së afërmi, keni bërë disa veprimtari, por ato do të vijojnë. Po. E para që kam dëshirë të ceki është planet e ardhshme do të jenë t'i mbajmë këto që kemi tani dhe t'i mbajmë fort, t'i rigjenerojmë, t'i përditësojmë. Po. Dhe kjo është baza, se nga një herë të menu të rejnë, harrojmë tani që apo bëj dhe duhet gjithmonë me kenë të rejnë dhe kjo është problem. Duke i fuqizuar këto, kemi menduar edhe aktivitete të tjera, tani dhe pak do të vinë ditë e ndërgjithësimit, shëndetit publik për rinin, në sensin se ti informojnë rinin se si duhet më kujdes për vetin, në sensin bazë të fjallës. Të shëndetshëm. Për me kenë të shëndetshëm dhe me kontribun shëndetin shoqëror. Dhe kjo do t'jetë me anë të një ndihme të vetë drejtorisë së shërbimeve sociale, që ka specialistin për shëndetin publik, dhe është person që ka kompetenca të mirë fillta për me kontribu në këtë drejtim. Pastaj për të rinjt që kanë nevojë për mbështetje, orientim nga ana si e studimeve,
Në sensin që vinë ma shkollës mesme dhe kena nevojë për me ditë tash çfarë do me bë. Do të ketë rinia do të ketë mundësinë të ketë dy lloj mbështetje. Një takimin direkt me profesionistin e asaj degë dhe nga ana tjetër me psikologun. Është shumë e rëndësishme ta dimë që roli i psikologut në jetën e një personit është themelor. Nuk është të shëroj, sa është të orientoj ose të qartësoj vizion. Edhe këtë duhet ta rigjenerojmë. Kjo është një propozim që do të vjen. Programe kulturore do të vjetë një program që jemi duke i dëruar, kult urë. Edhe kemi nda këtë fjalë në dy roke, kult edhe urë. Sa interesante, bukur. Kulti krijon ura lidhëse. Ura lidhëse me identitete, me kultura tjera, dhe kështu që ne mund të shkëmbejmë gjëra më të bukura dhe do të trajtojmë tema të ndryshme. Por këtë gjë do ta lë pak në korreshtin e tjerë që të vinë ose ta kumtojnë këtë ide që është duke u gjeneru të qendra rinore atelier. Aktivitetet e të ardhmes do të jenë, si ta them, nga ana elektronike. Unë kisha pas dëshirë me kenë shumë të informuar personat. Në sensin jo vetëm ne të publikojmë, por të shprehin interesim, të kritikojnë. Më intereson shumë personalisht dhe në grup që punojmë, më intereson shumë kritika edhe propozimi rinor. Pse se është, nëse dikush e shpreh nevojën, atëherë edhe planifikimi i aktivitetit do të jetë më lehtë. Natyrisht. Se pa shpreh nevojën ne mund të bëjmë fundin e botës, por nuk rezulton asgjë. Kështu që i ftoj gjithë qytetarët, i ftoj gjithë të rinjt të propozojnë, të kritikojnë, që edhe ne të mundemi me hec hap pas hap. Këto kurse të tepër praktike të muzikës, të videove, të kërcimit, të pikturës, të lojrave, besoj se janë shumë atraktive. Janë atraktive, por ndonjëherë ndoshta mos informimi dhe skepticizmi, nuk e di, a din na ka, s'kam shok për me shku atje. Unë do të ishte ftu, hajde dhe krijo shokun tëm, në sensin që aty do të gjesh dikam. E kam takuar edhe një fenomen i cili ndodh në gjithë qytetet, besoj edhe në Kosovë, edhe në Maqedoni, etj. Që rinia pak pa pas një dytë të vetin, shok të vetin të krahut, si nga ana gjë, e ka shumë të vështirë. E ka jo më po shumë të vështirë për me marr pjesë. Gjaja që do t'i kisha thënë, eja e ki një shok, e cila është çdo ambient i cili është mbrëm. Dhe lidhë me ambientin, lidhë me shokun tom dhe gjenero, aftëso veten që do ta gjesh platformën. Pastaj natyrisht kjo është jo vetëm një mendim, por një dritare hapur, ashtu siç dritaret e verdha aty tek qendra rinore atelier janë mikprisë çdo herë, të tërheqin, të rrëmbejnë e pastaj të bëhesh pjesë e tyre gati organike. Natyrisht ishte një bisedë shumë sqaruese, me shumë vizione, me shumë dëshirë dhe pasion nga ana juaj, por që i bashkangjitej atij interesi rinor për të ndjekur natyrisht jo vetëm këtë qendër, thjesht si qendër, por për të ndjekur ëndrrën dhe dëshirën e tyre. Angel, të falenderoj shumë që ishe sot në studio. Unë besoj se shpreh edhe mendimin e dëgjuesve, kryesisht të rinjve, që dëshirojnë që koha e tyre e lirë të marrë një kuptim, që mbase kjo kohë e lirë nuk është thjesht e lirë, por e zënë në mënyrë shumë të menduar, shumë të vlefshme, por esurinë e tyre të përditshme dhe të mëtejshme. Edhe një herë të uroj sukses në punën tuaj dhe me plot pasion. Faleminderit shumë. Edhe premejet, faleminderit.